Prokuroria e Tiranës ka vendosur masa sigurie për 8 persona, mes tyre 5 zyrtar të Bashkisë së Tiranës dhe Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimit, grupi ka ngritur një skem punimesh fiktive që ka shkaktuar dëme financiare në buxhetin e bashkisë. Procedimi nisi pas denoncimin nga një qytetar, pallati të cilit ishte shembur në janar të vitit 2021 pas një njoftim zyrtar. Gjatë hetimeve, prokuroria zbuloi se disa prej objekteve të shembura në atë periudhë ishin futur sërish në listën e punimeve të financuara në mars të po atij viti, duke krijuar kosto të pajustifikuara dhe duke simuluar procese shembjeje që në fakt kishin përfunduar muaj më parë. Nga verifikimet rezultoi se përfaqësues të kompanive private dhe punonjës të IMT-s kanë përpiluar dokumente të rreme për punime të kryera në terren, ndërsa zyrtarët e emergjencave civile kanë firmosur akte të pavërteta që lidhen me shembje dhe evadimin e mbjetjeve ndërtimore. Prokuroria thekson se këto veprime synonin justifikimin e fondeve publike për punime që nuk janë kryer. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën arrest në shtëpi për Aurel Çukon, Aurel Boriçin dhe Stokol Qehajajn, për Eleana Guçen, Regjina Rakipin, Aleksandra Mamutllarin, Shqyqyri Malokun dhe Fatmir Firin, është saktuar masa detyrim paraqitje. Organet drejtësisë kanë bërë me dije se hetimet janë ende në vijim dhe se nuk përjashtohet identifikimi i personave të tjerë të përfshirë në skemën e falsifikimit.